gjithmonë shumë të re, do me thënë kam qenë në kurs kantoje, jam akoma në kurs kantoje, po paka shumë i kam marrë të gjitha kurset me radhë, kanto dhe balet dhe piktur dhe aktrim, po pra vetën time... Dhe kanto e pe vetën më shumë. Po atë kam gjetur vetën time, kam marrë pjesë në shumë festivale të ndryshme, dhe... Festivale për fëmijë? Kam marrë pjesë të festivali Shkodrës dhe të festivali Junior. Kam marrë pjesë, do më thënë Eurovision Junior. Por, dhe si që thënë dhe më përpara, dhe unë jam me të njëjtë mendim që e kam, do më thënë, e kam pasion muzikën, por nuk besoj se do e kisha prioritet. Profesion për ta. Po. Edhe ty të frikson e njëjta gjë? Po, është edhe zhgënjimi. Do me thënë, kur Po, a nuk është kjo mosha që njeriu i ndjek ëndrat, pasionet, në mënyrë të verbër, të dalë? Aktualisht, aktualisht ne e kemi, le të themi, shfaqur veten dhe e kemi shijuar këtë gjë, këto pasionet tona në këtë moshë, po them, por që është dhe kjo pjesa për vizionin për të ardhmen, që deri diku duhet ulesh dhe ta mendosh,